Vizituan Pukën si turist, por gjatë qëndrimit disa ditor në sezonin e kaluar turistik ata vërejtën se spitali i këtij qyteti kishte nevojë imediate për pajisje. Dy mjekët gjerman Martin Schilz dhe Simon Hopf, me të kthyer në Gjermani kanë mbledhur pajisje nga ato më të domosdoshmet dhe janë rikthyer në Pukë duke u adhuruar mjekëve të spitalit në qytetin verior. Gjatë verës kemi qenë si turista në Pukë dhe vendosëm të vizitonim dhe spitalin e Pukës. Bashkë me doktor Todd Bocin vizituam sallën e operacionit dhe ne menduam që spitali i Pukës ka shumë nevoja. Kur u kthyem në Gjermani, pyetëm shumë shok, shumë koleg doktor dhe arritëm të gjenim pajisjet e duhura që mungonin për spitalin e Pukës. Dhe tani kemi sjellur këto venda arkive tona personale. Ne do bëjmë kontrole dhe për pacientë të veçantë në Pukë që kanë probleme me kockat, me stomakun, do bëjmë disa kontrole dhe do i bëjmë dhe herë tjera në vazhdim. Për mjekun Musa Vela, ndihma e ofruar nga kolegët gjerman është mjaft e çmueshme dhe ndikon në lehtësimin e shërbimeve ndaj pacientëve, kryesisht për rastet e emergjencave dhe ndërhyrjeve kirurgjikale. Janë disa materiale të cilat Spitali i Pukës nuk i ka patur prej kohësh, megjithëse kërkesat tona të vazhdueshme për një ndihmë më cilësore ndaj smurit, është hera e parë që këto aparatura vijnë në dispozicion spitalit tonë. Dhe janë aparatura të cilat i shërbejnë në raste urgjente dhe shpëtojnë jetë njerëzish. Spitali i Pukës vuan prej vitesh mungesën e pajisjeve si dhe të shumë mjekëve specialistë, gjë e cila detyron banorët e këtij rrethi t'u drejtohen shpesh spitaleve të rretheve fqinje apo Tiranës.